A dini sa e vështirë ka qenë diktatura në Shqipëri? Gjyshja ime dhe familja ime e din shumë mirë këtë gjë. Fatkeqësisht, gjyshja ime ka qenë e persekutuar prej sistemit politik të komunizmit gjatë diktaturës së Enver Hoxhës. Ishte vërtet e vështirë dhe për këto gjëra flitet shumë pak edhe sot e kësaj dite dhe mendoj se rinia nuk është shumë e interesuar pashka se din histori nga prindrit, gjyshrit. Mendoj se është diçka që nuk duhet harruar kurrë se sa e vështirë ka qenë për shqiptarët ajo periudhë. Përderisa ne po bëjmë sërin e rregullimit të shtëpisë së gjyshes, gjyshja ne na ka lënë para një viti dhe na ka lënë një histori dhe na ka lënë një trashëgimi të paçmuar që janë dhe historitë e saj dhe të familjes së saj. Gjithashtu gjyshja ka shkruar edhe një libër që quhet Lotësha deri në shpirtin. Edhe flet për historinë e familjes së saj, për pjesën e persekutimit, sa e vështirë ka qenë për fëmijët. Dhe fatkeqësisht nuk është redaktuar shumë mirë, do thoya është redaktuar shumë keq, por që historitë që ka brenda janë vërtet të bukura. Edhe të prekshme. Gjyshja ka lindur gjatë luftës së dytë botërore. Jati i saj quhej Ahmet Tabaku dhe ka qenë një nga pinjollët e familjes së quar Tabaku. Jati i tij ka qenë Jakub Tabaku. Është një libër goxha interesant për sa i përket historisë, thash edhe një herë. Do doja shumë që ta ribëja, ta redaktoja këtë libër. Shikoni këtu, jam edhe unë dhe një nga faqet i përmendur. Nëna më ka denominuar si vetë dora e Zotit. Për mua është goxha denominim i fort. Por gjyshja ka qenë goxha ekspresioniste, ka pasur një shpirt artistik që lavdi Zotit nuk ja mori diktatura në atë kohë. Këtu e janë edhe prindit e mi gjatë dasmës. Një foto shumë e bukur, të paktën për mua. Një tjetër peshë që ka kjo shtëpi nuk është vetëm thjesht pesha për ne, por që është dhe vuajtja që avaja ka patur për ta vlerë edhe për ta ndërtuar me shpirt edhe me zemër. Ne do bëjmë me shpirt dhe me zemër dhe uroj shumë që edhe juve t'ju pëlqej edhe ne ta përcjellim të dashuri tek ju. Si çdo dashuri do ketë përplaset e veta. Uroj që çdo gjë të marrë një formë edhe të marrë formë sipas dashurisë që ne do të vendosim në këtë shtëpi. Fjalë të forta, edhe puna do jetë edhe fort, akoma dhe më e fort. Përpara se ta mbyll, edhe një herë doja t'rregoj librin. Dhe të gjithë ballkanasit e dinë se çfarë është kjo. Nuk është ajo që duket nga jashtë. Dhe kjo është një gëzuar për kohë më të mira. Gëzuar.